padurim në zyrën e tij se çdo të ndodhte me vizat e tij, pretendonte që të kalonte nga Budapesti, mbase me avion, por së gjithmonë del në pa ambasada shqiptare në Francë, kjo qendër e sigurimit shtetit, kjo qendër trafiqesh armësh por dhe duhani, ku do t'i jepej tranziti Mehmet Sheut me një grup të vogël që do ta shoqëronin. Do të ishte ministri i jashtëm Bear Shtylla, një shofer personal i tij dhe Agim Popa në rolin e përkthyesit. Në këtë kohë, shkruan gazeta Dielli, emigrantët politik shqiptar e lanë më një anë kryeministrin e Shqipërisë Sheu, duke u përplasur fizikisht e goditur me sende të foltra me diasporën ultranacionaliste greke. Në gazetën Dielli të kohës ka disa qëndrime se ku qëndroi Mehmet Sheu. Sipas aerogrameve të dërguara në Tiranë, pra që duhen hapur këtë lloj dosje, këtë lloj arkive, kryeministri shqiptar ka qëndruar në mision. Por sipas Beqirsinës dhe Dalip Grecës, të cilët kanë shkruar shumë për këtë problem, ata janë strehuar në të njëjtin hotel ku ka qenë edhe Fidel Castro, Mbas dhe Khrushchev. Kanë qenë 3 udhëheqës tuaj botëror, të cilëve ju është ndaluar të dalin jashtë Manhattanit, ndërta ka qenë Mehmet Sheu. Castro ka shkaktuar një skandal, sepse këta kanë qenë diku në një hotel në lagjen Harlem të zezakëve. Ka pasur një përplasje me antikomunistët kubanez, shkëmbime me armë dhe është vrarë një vajzë e vogël, dhe Castro është përgjegjës. Ndërkohë që Mehmet Sheu ka pasur kontakte me mbështetësit e tij nga Bostoni dhe është orvatur të mënjanoj demonstratët e antikomunistëve shqiptar, madje sipas njërit prej tyre, në një rast ai nga dritarja e misionit, edhe i ka kërcënuar duke thënë që ja u njoh familjarët, i keni aty dhe e dini çfarë i pret. Mbaj mend që Dine Fratari më ka thënë që ai është interesuar veçanërisht për teatrin e Fratarit, të cilin e kishte nga Mallakastra, Rauf Fratari, i aratisur dhe me një veprimtari antikomuniste, dhe shqiptarët e Bostonit për komunisti kanë dalë në mbështetje. Por ai që ka bërë buj, do të thoja, këtu në New York, ka qenë një demonstrat në 49 Street dhe në First Avenue, afër OKB-s, ku disa shqiptar antikomunist, por dhe shumë shqiptar pro-komunist të Bostonit, kishin dalë të bënin një lloj antikomunistët protest ndaj Sheut dhe pro-komunistët ta mbështesnin atë. Ndërkohë disa hapa, disa fit, disa këmbë larg këtyre, ka qenë një grup ultra radikal grek të Vorojopirotit, të cilit kishin dalë me parulla kundër kryeministrit komunist shqiptar, duke kërkuar Vorojopirin dhe tokat e tyre në thonjza. I ka dëgjuar, është kthyer nga ata dhe ka filluar një betejë e përgjakshme. Janë arrestuar 15 shqiptar, është gjakosur njëri nga Nirica, në mos gabojmë me mbiemrin Duka, dhe gazetat amerikane të New Yorkut janë marrë shumë me këtë çka ndodhur atje. Në atë çast, shqiptarët kanë mbrojtur kryeministrin e tyre komunist dhe janë vërsulur kundër grekëve. Kështu vazhdoi për disa orë përleshja, u vunën kontrollin e policisë New Yorkut, e cila kërkoi të mos afroheshin shumë afër njëri tjetrit protestuesit e të dyja palëve. Bëhet e ditur se për të marrë në kontroll situatën, zbarkuan forcat shumë të policie, demonstratën dhe përleshjen e përgjakshme, shesh të ndiqnin punimet e asamblesë të OKB-s. Ka pasur edhe shqiptar të plagosur dhe të arrestuar. Të gjitha ato që ndodhen ishin në faqet kryesore të gazetave në datën 13 dhe 14 tetor. Disa prej tyre dolën me titull të tillë si "Gjakoset rruga për balkoneve të bashkuara". Në New York hapet lufta midis Greqisë dhe Shqipërisë. Nacionalistët dhe antikomunistët shqiptar në Amerikë, për hir të Shqipërisë, dalin e mbrojnë udhëheqësin komunist kryeministrin Mehmet Sheu. Për hir të kombit të tyre,
emigrantët politik shqiptar për pak e harruan udhëheqësin komunist. Shqiptarët treguan se janë nacionalistë të mëdhenj e shumë tituj të tjerë. Madje ata kanë aluduar që shqiptarët mbrojnë komunistin Mehmet Shehu, tregojnë nacionalist dhe përgjakin New Yorkun duke dalë kundra grekëve. A e sajoj Mehmet Shehu këtë përplasje është një enigmë tjetër, por fakti që shqiptarët si antikomunist dhe prokomunist janë sjellur me një mënyrë shumë të mirë nacionaliste duke mbështetur çështjen shqiptare tregon shumë. Por ne duam të dimë çfarë radiogramesh janë dërguar nga Tirana për këtu dhe çfarë janë dërguar nga New Yorku atje. Kush ka qenë roli i sigurimit të shtetit në misionin tonë New York? Çfarë detyrash ka dhënë? Çfarë porosish? Çfarë çeqesh janë dërguar drejt Bostonit? Dhe çfarë kërcënimesh ka pasur për të siguruar kryeministrin komunist Mehmet Shehu që të kalonte i qetë në New York? Sipas informacioneve shumë të sakta që kam, në këtë demonstrat kanë marrë pjesë vetëm nga shqiptarët e aratisur mbas 44-s dhe asnjë nga shqiptarët e para 44-s. Tyra është da. Ndërkohë i ati një të njohur si gazetar në diasporë, bashkë me disa shqiptarë të tjerë që kishin kohë në shërbim të UDBA-s, kanë realizuar mbrojtjen e Titos në Manhattan. Tito ka udhëtuar në një anije me Shehun, por pas ka ndenjur edhe afër në Harlem, madje në të njëjtin hotel. Shehu, i njohur si agjenti me pseudonimin Kobra dhe sipas diellit të Vatrës, është ngacmuar nga Tito kur kanë qenë në anije, por Shehu e ka evituar takimin, të paktën në sytë e publikut. Madje ka pasur një përplasje midis Shehut dhe Titos në sallën shumë luksoze të ngrënies, siç teksohet në gazetën Dielli të Vatrës. Tito e ka ngacmuar dhe i ka thënë që e mban mend kur të dekorova se si të shtype shqiptarët e Kosovës. Shehu, sipas gazetës Dielli, i ka thënë ikmor revizionist. A ka pasur takim Mehmet Shehu me marshallin Tito në udhimin që ka zgjatur të paktën një javë? Është një enigmë. Kytimi Senej, dikur ambasador në Beograd, më ka deklaruar se një nga njerëzit e afër Titos i kishte thënë se kryeministri shqiptar u mbyll në guvertën e tij dhe nuk dilte, aq sa Tito me shaka thojni të dalë se unë jam brenda. Por ka shumë gjasa që Mehmet Shehu të jetë takuar me Tito. Sipas akuzave më vonë që do të vinin nga Enver Hoxha, në anije ka qenë edhe djali i Churchillit, por edhe Fulci, ish drejtori i shkollës për profesionale, Vocational School, në Shqipëri. Dhe më vonë do të akuzonin agentin me pseudonimin Kobra Mehmet Shehun se aty ka folur me ta. Gazeta Dielli në një shkrim jep të idenë se kur ata që u zun me grekët ishin pro-komunist, por një letër nga Petraq Ktona e sqaron. Ai thot se për fat keq, artikulli anglisht që bënte fjalë për manifestimin ton dhe reaksionin kundër vorepirotëve, lindet kuptoi se grupi shqiptarëve që sulmoi vorepirotët kanë qenë komunist ose pro Mehmet Shehut. Nuk e di nga e morat atë lajm pasi gazetat e këtushme shkruan gjëre gjatë. Ngjarja ndodhi kështu, tregon Ktona. Asambleja e Kombeve të Robëruara të Europës organizonte ceremoninë e ngritjeve të flamurëve me pllakate në një qoshe tjetër nga 200 metra larg nesh. Një nga shokët tanë i pa dhe na lajmëroi. Ju vërsulën grekëve,
ashtu siç ishim të mblefosur, o burra mbi ta. Për ndimin e morët vesh. Ato ditë që ishte Mehmet Shehu, u bën 3 herë demonstrata. Në të 3 demonstratat nuk mori pjesë asnjë nga shqiptarët prokomunistë. Asnjë manifestim prokomunist nuk u bë, së paku në rrugë. Letra e Ktonës hedh dritë mbi të vërtetën. Ata që protestuan ishin shqiptarë nacionalistë të ardhur pas luftës së dytë botërore, madje ai e cilëson në mënyrë të veçantë dhe faktin se asnjë nga shqiptarët e vjetër nuk morën pjesë në protestë, madje asnjë, thot ai. Ka pasur një bazë në Boston pro-komuniste, pro Mehmet Shehut, pro Enver Hoxhës, dhe drejtohej nga një njeri i klanit Kapo, Nase ose Nashe, të cilët botonin dhe një Shqipëria e lirë, kishin një organizat, të cilët e mbështesnin hapur qeverinë komuniste të Tiranës. Vatra kishte nisur të kthehej djathtas dhe Radio Tirana kishte bërë akuza shumë të mëdha ndaj Vatrës, duke i thënë që ju po strehoni kriminalët e luftës, dhe akuzat ishin ndaj disa editorialeve të Panaritit, në mos gaboj, dhe Vatra u detyrua të bënte një përgjigje në letër ndaj kryeministrit shqiptar, duke qenë shumë shpotitës e duke thënë që ne mbrojmë çështjen shqiptare, por ju nuk keni si ta dini, sepse kur Vatra dhe vatranët ndikuan në formimin e shtetit shqiptar në pavarësinë, kanë parasysh të në 13-ën, në ndikimin tek Wilsoni, ytati, thonë ata Mehmet Shehut, ishte nga pro-turqit, të cilit kërkonin që Shqipëria të ishte nën sultanin. Mehmet Shehu i vetmuar ka parë se me sa duart rokitje kanë pritur marshallin Tito. Ata kanë udhëtuar të dy me Pjetin Alije. Shehut nuk kanë dashur të jepin vizën për Shqipëri, sepse ishte sharë me fjalë shumë të ashpra dhe të egra Amerikës. Por për habi, ai udhtoi në një anije me Titon, të cilin bashkë me Hoxhën e kishin quajtur gangster. Madje Jugoslavia kishte paraqitur një notë proteste për sharjet e Hoxhës dhe Shehut. Vatranët i thonë Mehmet Shehut që mos harrose nga taksat e shqiptarëve amerikanë dhe të amerikanëve i është shkolluar tek shkolla e Fulcit dhe nuk takon të jesh. Më 3 tetor, Khrushchev kërkon shkarkimin e sekretarit përgjithshëm Hammarskjöld, duke e akuzuar për bashkëfaqësi me fuqitë perëndimore për ndërhyrjen e kaskave blu në ish-kongën belgë në Afrikë. Në ditët e mëvonshme, Khrushchevi ndërpreu fjalën e kryeministit britanik Macmillan, duke i quajtur edhe fajtor, sepse ai kishte shprehur mbështetjen ndaj sekretarit përgjithshëm, duke goditur pa ndërprerje dhe me forcë, me grushta tavolinën, bashkë me të gjithë antarët e delegacionit sovjetik. Nga kush rrezikoi jeta e Mehmet Shehut? A kishte ndonjë tentativë atentati ndaj tij? Nuk besoj. A ka pasur takim Shehu me amerikanët? Më vonë, në akuzat që janë bërë ndaj tij, flitet për një kohë rreth gjysmore 40 minuta kur Shehu nuk ka pasur asnjë shqiptar pranë tij. Më 14 tetor, shefi i delegacionit filipineve, duke përfituar nga burime e informacionit që ka pasur takime, Shehu vinte mbasi me porosit Hoxhës edhe për një lloj lidhje me amerikanët. E kishin provuar në vitin 49, kur ministri i jashtëm Bear Shtylla, i cili kishte një vizë vetëm për në Manhattan, kishte kërkuar të takojë me dikën nga State Department. Ata e kanë thënë që ti nuk lejohesh të vish në Washington, dhe dikush në mos gaboj Henderson është takuar me të. Dhe Bear Shtylla ka thënë që Hoxha ka sinjale që kërkon të hapet, të ketë marrëdhënie. Por amerikanët kanë thënë që ky takim nuk është zyrtar, sepse edhe Bear Shtylla ka thënë që unë nuk e kam zyrtare, kam diçka si private, dhe këtu është prerë. Në fakt, në arkivet e Departamentit të Shtetit nuk kam parë ndonjë informacion për këtë vizitë të Mehmet Shehut në 60-ën. Them drejtën, unë kam parë arkivet, më kanë lejuar deri nga viti 70-75, kam parë diçka në vitin 62, kur ministri i jashtëm i Austrisë takon sekretarin amerikan të shtetit dhe thotë që kemi sinjale nga qeveria shqiptare e Hoxhës në Austri
kanë kërkuar të hapen me Amerikën, sepse janë prishur me Moskën. Dhe përgjigja e sekretarit amerikan ka thënë që nuk besojmë se ikja atyre është reale, është më shumë një show. Dhe kur ka thënë që kush mund ta zvendësojë Hoxhën, është përmendur Shehu, dhe amerikanët ka thënë që jo, ai është njeriu Moskës. Por informacione ka që Shehu mund të ketë bërë një ofertë edhe në 60-ën për amerikanët, dhe ideja është që amerikanët kanë kërkuar 4 gjëra që Hoxha nuk do t'i bënte dot. Hoxha këto nuk mund t'i lejonte dhe është dhënë dhe një paket me ndihma që mund shkonte 1, 2 deri në 3 miliard dollar. Ndërkohë, oferta nga Kina ishte 4 deri në 8 miliard dhe Mehmet Shehu në fjalimin e tij ka mbrojtur haptas Kinën në OKB, duke kërkuar që të jetë antare e OKB-s. Them se bisedimet nuk duhet kënë shkuar ashtu siç duhet me amerikanët, sepse në radiogramet që unë kam gjetur që vinë nga New Yorku për në Tiranë, thuhet që intervistën që kryeministri dha te New York Timesi nuk po ja u dërgojmë sepse ajo nuk u botua. Pra amerikanët nuk kanë pëlqyer atë çfarë ka thënë Shehu. Në shenjë proteste dolën nga mbledhja duke i kërkuar pa sukses presidentit të asamblesë që të tërhiqte vërejtjen delegatit Filipinas. Khrushchevi që udhëhiqte fjalimet e udhëheqësve komunist, në fillim goditi ta ulilën me grusht, por pastaj edhe me një kpucë. Kjo ngjarje u shënua me kryetitujt e gazetave të mëdha amerikane si djali gjaknxet i korave të luftës së ftohtë, ish udhëheqësi komunist shmendet në New York. Historia me kpucën e Khrushchevit, sipas shtypit asaj kohe, u bë simboli gjallë i luftës së ftohtë. Por gjithsesi, ky ishte më mirë se sa një konflikt ushtarak. E qeshura me Khrushchevin, thonin gazetarët e kohës, është me leverdi sepse të zgjat jetën, ndërsa lufta ta shkurton jetën. Nuk kam gjetur shqiptar të gjallë që ka qenë në këtë demonstratë. Më ka thënë diçka Louis Fundo, ne ishim të rinj, thot, nuk merreshim me politikë në ato vite, mbaj mend diçka, mbase vllai im që është me moshë më të madhe, dhe mbase do të kontaktoj me të. Jonus Ndreu është në moshë të madhe, Tonin Mirakaj, Zev Balaj, këta më kanë thënë që kanë marrë pjesë në demonstrata në shtator-tetor përpara OKB-s, por mbase nga 30 vitet dhe janë nga 62, 63, 64, por një informacion që më duke interesant tha që nuk ka qenë vetëm e herë Mehmet Shehu në Amerikë. Vallë me të vërtet këtë qenë edhe herë tjetër Shehu, diçka që ne nuk e dim, dhe një nga shqiptarët këtu më ka thënë që Shehu ka qenë në shqiptarët e Bostonit. Më duket çudi. Pra, për këtë punë duhet hapur arkivat, që ne të mësojmë realitetin, sepse ka qenë një vit që ka ndarë se nga do shkonte Shqipëria. Shehu ishte ftuar në gostitë e bllokut kuq në New York, por nuk u paqes dhe një ndihmës polak. Shehu në kthim udhtoi me anijen Liberta dhe mbriti në portin Havre më 17 tetor dhe me tren në Paris. Me tren pastaj drejt barit, ku më 22 tetor mori avionin qeveritar shqiptar për të kthyer në Tiranë. Tito kishte udhëtuar me Leonardo da Vincin dhe kishte zbritur në Napoli. Kjo ishte pra kjo që kisha përgatitur për këtë javë, hapen e dosjeve përsëri, ju solla një përmbledhje përsëri nga një pjesë e intervistës Lek Mirakajt. Kudo në Shqipëri.